Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro është shoqëruar nga kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci vizitoi gjimnazin 20 nëntori, një nga institucionet e litë e arsimit në vend. Gjatë vizitës Kumbaro inspektoi punimet në palestrën e shkollës, një hapësirë që tashmë është rikthyer nxënësve dhe komunitetit. Ministra Kumbaro theksoi rëndësinë e çlirimit të hapësirave publike dhe rikthimin e tyre në funksion të komunitetit. Ndërkohë kryetari i Bashkisë Benet Beci vlerësoi mbështetjen e Ministrisë së Arsimit për investime në shkolla dhe terrene sportive. Ai theksoi se hapja e këtyre hapësirave është vetëm hapi i parë, ndërsa investimi dhe vënia e tyre në funksion është thelbësore. Jemi përpjekur të çlirojmë hapësira publike që po ne vetë i zëm. Ne i zëm, edhe pastaj duhet kuptojmë që duhet i çlirojmë. Edhe mua vjen shumë mirë që Bashkia Shkodër po e bën këtë me shumë shkolla, me universitetin, sepse janë hapësira që i rikthejmë. Po e hapim hapësirat publike dhe janë dy gjëra, në një moment është me hap dhe pjesa tjetër është me investu dhe sa më shpejt me vënë funksionim. Ky është një rast shumë i mirë që është dhe kë kërkon bashkëpunim të shkollës edhe pa dyshim edhe të ministrisë që ka qenë e gatshme me bashkëpunu me bashkinë për ta bërë këtë investim. Janë shumë të kënaqur me sa kanë folur. Kemi bërë disa adaptime të projektit në funksion të shkollës. Kemi rujt jashtëzakonisht shumë, se është me shumë histori dhe ka një vlerë. Dhe jena munduar që bashkë me firmën kemi arritë që të ruajmë të gjithë detajet, nëse ishte më e vështirë për ta bërë kështu, për të ruajtur detajeve, për shembull tavani që mund të rrëzojë dhe kemi ndruar komplet duke rujt gjithë karakteristikat që ka pas kjo ndërtesë, siç ata aty është nga më të bukurat, më historike, më me vlerë në shkollë. Edhe e di çfarë më vjen mirë se është ikonike si ndërtesë, është ikonike si histori për pjesën e historisë së arsimit, por edhe gjithë ju bashkë mësuesët edhe nxënësit ja keni mbajtur rujt edhe rrit vlerat shkollës. Ministra Kumbaro nënvizoi rëndësinë e riorganizimit të shkollave për te orarit mësimor, ku falë rritjes së pagesës për mësuesit dhe vendimit të ri të qeverisë krijon mundësi për përfshirjen e mësuesve nga lista pritjes dhe profesionistëve të tjerë.